Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Më konkretisht, jemi në vazhdim të lëndës së tefsirit, brenda lëndës së madhe të Kuranit, tek libri që kemi marrë si referencë, të cilin e kemi përkthyer si titull në shqip, shpjegimi i ndriçuar në doktrinë, legjislacion dhe metodologji. Jemi tek pjesa e dytë e hyrjes që ka trajtuar autori, të cilën e ka emërtuar parathënie në arabisht taqdimun, dhe thotë: Alhamdulillahi munezzilil kitab ala qalbi Muhammad an-nabi al-amin, wassalatu wassalam ala afdalil anbiya'i wal mursalin, alladhi arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimi takon Allahut, zbritësit të librit, mbi zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, profetit fisnik, profetit besnik, paqja dhe bekimi qofshin mbi më të mirët, mbi më të mirin e profetëve dhe të dërguarve, të cilin Allahu i lartësuar e dërgoi si mëshirë për mbar botët. Dhe më pas: Fa innahu lam yahdha kitabun fil wujud bi'inayatin musliman ma hadhiya bihi al-Qur'an al-Karim, الذي كتبت حوله مئات الكتب وسيظل مورد العلماء، وهذا بالتالي كتاب اصطفيت فيه من العلوم والمعارف والثقافات المستقى من معين القرآن الكريم الذي لا ينضب، ما هو لصيق الصلة بحاجات العصر ومتطلبات الثقافية بأسلوب جلي مبسط وتحليل علمي شامل وتركيز على الغايات والأهداف المنشودة من تنزيل القرآن المجيد. Asnjë libër në ekzistencë nuk ka gëzuar kujdesin që ka gëzuar Kurani fisnik, rreth së cilit janë shkruar në qindra libra dhe i cili do të mbetet gjithmonë burim i dietarëve. Ky libër përrjedhoi është përzgjedhur që të përmbledh prej diturive, njohurive dhe kulturave të marra nga burimi i pashtershëm i Kuranit fisnik, ato që lidhen ngushtë me nevojat e kohës dhe kërkesat e formimit kulturor, me një stil të qartë dhe të thjeshtuar, me analizë shkencore gjithëpërfshirëse dhe me fokus në qëllimet dhe synimet e dëshiruara nga shpallja e Kuranit madhështor. Këtu ka për qëllim autori librin e tij të cilin ka shkruar për të komentuar Kuranin. ومنهج بعيد عن الإطالة المملة والإيجاز المخل الذي لا يكاد يفهم منه شيء لدى جيل بعدوا عن اللسان العربي في طلاوة بيانه وأعماق تراكيبه وإدراك فحوى، وكأنهم أصبحوا بالرغم من الدراسات الجامعية المتخصصة في غربة عن المصادر الأصلية والثروة العلمية العريقة في شتى العلوم من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسير وفقه وغيرها من العلوم الإسلامية الكثيرة الخصبة. Ai ndjek një metodë larg zgjatjes së mërzitshme dhe shkurtimit të dëmshëm, i cili vështirë se kuptohet nga një brez që është larguar nga gjuha arabe, nga ëmbëlsia e shprehjes së saj, nga thellësia e strukturave të saj dhe nga kuptimi i përmbajtjes së saj, sikur pavarësisht studimeve universitare të specializuara të ishin bërë të huaj ndaj burimeve autentike ose bazike dhe pasurisë së trashëguar shkencore në fusha të ndryshme, si histori, letërsi, filozofi, tefsir, fikë dhe shumë shkenca të tjera islame të begata. Pra ka për qëllim autori me këtë paragraf
të vërë në dukje që stili i tij në përpilimin e këtij tefsiri është një stil mesatar për nga aspekti i zgjatjes. Është përpjekur që as mos ta zgjasë shumë, po as mos ta shkurtoj për te i mase, por të jetë aty ku është më e përshtatshme. Dhe gjithashtu tregon që ky lloj stili është më i përshtatshëm për brezin tonë në të cilin ndodhemi, duke qenë se ky brez në krahasim me brezat e hershëm të Islamit nuk ka të njëjtën fuqi në njohjen e gjuhës arabe, por edhe në shkencat e tjera në përgjithësi. Më pas, فكان لا بد من تقريب ما صار بعيدا وإيناس ما أصبح غريبا وتزويد المسلم بزاد من الثقافة البعيدة من الدخيل كالإسرائيليات في التفسير والمتفاعلة مع الحياة المعاصرة والمتجاوبة مع القناعة الذاتية والأصول العقلية والمرتكزات الفكرية السليمة وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفاسيرنا. Prandaj thot autori, është i domosdoshëm afrimi i asaj që është bërë largët, familjarizimi i asaj që ishte bërë huaj dhe pajisja e muslimanit me një furnizim kulturor të pastër nga ndikimet e huaja, siç janë israeliatet në tefsir, një kulturë që ndërvepron me jetën bashkohore, që është në harmoni me bindjen personale, me parimet racionale dhe me shtyllat e shëndosha të mendimit. Kjo kërkon prej nesh verifikimin kritik të asaj që është transmetuar në tefsiret tona. Pra kur autori përdor termin israeliate, nuk kupton njohuri që vijnë nga Bibla kryesisht ose nga Teurati i xifutëve, po mund të përfshihen të dyja së bashku dhe xifutët dhe të krishterët, për arsye se të krishterët në Biblën e tyre kanë përfshirë edhe shkrime që u kanë ardhur më herët nga populli xifut. Dhe këto lloj transmetimesh përdoren në disa raste nga ana dietarëve brenda librave të tefsirit. Dhe ato mund të jenë ose të sakta, që dihet saktësia e tyre, ose të pasakta, që dihet pasaktësia e tyre, ose asnjënse, që nuk u dihet nëse janë as të sakta as pasakta dhe në atë rast lihen pezull dhe thjesht përmenden, por nuk merren dot për bazë në formë të sigurt. Më pas, حتى إن منها تأثرا بروايات إسرائيلية أحدثت شرخا غير مقصود في عصمة بعض الأنبياء واصطداما مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية الثبوت بعد غزو الفضاء واتساع ميادين الكشف العلمي الحديث علما بأن دعوة القرآن ترتكز على إعمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب في سبيل الخير ومحاربة الجهل والتخلف. Madje disa prej tyre në ndikimin e rrëfimeve izraelite, pra ka për qëllim këto israeliatet dhe jo shtetin e Izraelit, sepse këto ndikime janë të vjetra, ndërsa shteti izraelit është fenomen i ri që ka më pak se një shekull që ekziston, kanë shkaktuar pa qëllim një çarje në konceptin e paprekshmërisë së disa profetëve dhe një përplasje me disa teori shkencore, të cilat sot janë bërë të sigurta dhe të vërtetuara pas pushtimit të hapësirës dhe zgjerimit të fushave të zbulimit shkencor bashkohor. Ndërkohë dihet se thirrja e Kuranit mbështetet në përdorimin e arsyes dhe të mendimit, në mprehjen e mendjes dhe në vënien e aftësive në shërbim të së mirës, si dhe në luftimin e ignorancës dhe prapambetjes. Pra, thot autori që ka prej këtyre israeliateve që bien ndesh me teori të sotshme shkencore të cilat i konsideron si të vërtetuara. Këtu ka nevojë të bëjmë një koment nga ana jon që disa prej teorive shkencore që konsiderohen si të vërtetuara janë realisht të vërtetuara, por ka dhe raste që mund të mos jenë të vërtetuara, por prezantohen sikur janë të vërtetuara për interesa të ndryshme
politike kryesisht, por edhe fetare, nuk ka nënshkalohet aspekti fetar. Për këtë arsye, nuk e di se cilave teori referohet saktësisht autori në fjalinë që përmend, por se ndodh në disa raste që edhe njerëz të ditur nga mesi i botës islame të jenë ndikuar nga mashtrimet bashkëkohore që qarkullojnë në lidhje me fushën e shkencës. Kjo kuptohet që ndodh pa dashje dhe kuptohet që ne i justifikojmë në kufi të mundësive tona të gjithë ata dietar të respektuar ose davetçin, të cilët mund të kenë marrë një pjesë ndikimi prej këtyre ndikimeve negative, dhe kuptohet që askush nuk është i pagabueshëm, kjo mund t'i ndodhi çdo kujt për njerëzve, por se teoritë shkencore duhet të shikohen tek e tek dhe të analizohen veç e veç, sepse nuk themi dot që janë të gjitha të sakta, po as që janë të gjitha të gabuara, po ka një pjesë të mirë të tyre të cilat janë ose të gabuara ose të dyshimta fuqimisht. Për këtë arsye ne nuk duhet të nxitohemi në konfirmimin e saktësisë së tyre, përveç se nëse këtë gjë e vërtetojnë muslimanët me metoda shkencore, në mënyrë që të kemi një dëshmi të drejtë për vërtetimin e tyre. Njëkohësisht dëshirojmë të themi në këtë pikë që është e vërtetë që Kurani nxit për përdorimin e logjikës dhe përdorimin e mjeteve të ndryshme për fitimin e njohurive të reja të dobishme, por se në kohët tona shkenca ka filluar gradualisht të kthehet në disa gjëra, në disa raste, në një monopol të sektit sionist. Dhe kjo është dukuri e viteve të fundit, mund të themi dekadave të fundit, pavarësisht se ndikimi ka filluar në shekujt e fundit, dhe kjo ka bërë që një pjesë e njerëzve të kalojnë në një ekstrem të kundërt që ta zhvlerësojnë plotësisht shkencën, po faktikisht ne duhet të qëndrojmë në një mesatare. Duhet që ato teori shkencore, të cilat nuk janë vërtetuar deri tani nga ana e muslimanëve drejt për drejt, ato duhet të trajtohen pak a shumë siç trajtohen israeliatët, të cilat ne i përmendëm më herët. Pra duhet ose të lihen pezull, ose të pranohen nëse janë të vërtetuara, ose të refuzohen nëse është e vërtetuar që janë të gabuara. Më pas thot autori: وهدفي الأصيل من هذا المؤلف هو ربط المسلم بكتاب الله عز وجل ربطا علميا وثيقا لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة للناس كافة وللمسلمين خاصة. Qëllimi im thelbësor me këtë vepër është ta lidh muslimanin me librin e Allahut të Madhëruar, me një lidhje të fortë dhe shkencore, sepse Kurani fisnik është kushtetuta e jetës njerëzore, si në aspektin e përgjithshëm, ashtu edhe në atë personal, për mbar njerëzimin në përgjithësi dhe për muslimanët në veçanti. Më pas thot: وَلِذَلِكَ لَمْ أَقْتَصِرْ على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء، وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم. Prandaj nuk jam kufizuar vetëm në shpjegimin e dispozitave juridike të çështjeve, në kuptimin e ngushtë që njihet tek juristët, por kam synuar të sqaroj dispozitat e nxjerra nga ajetet e Kuranit fisnik në kuptimin më të gjerë, i cili është një perceptim më i thellë se sa thjesht kuptimi i përgjithshëm. Ajo që duhet të vëmë në dukje në këtë moment është që autori i këtij libri ka njohuri të thelluara në fusha të ndryshme dhe i bën lidhjen fushave me njëra tjetrën në momentin që bën komentin e Kuranit. Për këtë arsye, qoftë edhe një ajet të vetëm e trajton në aspekte të ndryshme bazuar mbi lëndët e ndryshme që përfshin brenda tefsirit. Dhe kjo është një mënyrë shumë e përshtatshme e trajtimit të Kuranit, dhe kjo është dhe arsyeja pse kemi zgjedhur këtë libër si referencë. Më pas thot autori: الذي هو أعمق إدراكا من مجرد الفهم العام والذي يشمل العقيدة والأخلاق والمنهج والسلوك والدستور العام والفوائد المجنية من الآية القرآنية
تصريحا أو تلميحا أو إشارة سواء في البيئة الاجتماعية لكل مجتمع متقدم ومتطور أم في الحياة الشخصية لكل إنسان في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته. Ky përfshin besimin, moralin, metodologjinë dhe sjelljen, rregullimin e përgjithshëm të jetës, si dhe përfitimet që burojnë nga ajeti kuranor, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, të tërthort apo përmes nënkuptimit, si në jetën shoqërore të një shoqërie të përparuar dhe të zhvilluar, ashtu edhe në jetën personale të çdo individi, në shëndetin e tij, punën, dijen, aspiratat, shpresat, dhimbjet, jetën e kësaj bote dhe botën tjetër. Më pas thot, تجاوبا في المصداقية والاعتقاد مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Kjo bëhet në përputhje të sinqertë, në bindje dhe në besim me fjalën e Allahut të lartësuar ku thot: O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ai ju thërret në atë që ju jep jetë, dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij dhe se tek ai do të grumbulloheni. Kjo ndodhet tek surja Anfal, ajeti 24. Më pas autori thot: Innahul haq subhanahu wa ta'ala ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكريمة الشريفة بكل صورها ومعانيها. Me të vërtetë është Allahu i lartësuar dhe i dërguari i së vërtetës, që në këtë ajet, sallallahu alaihi wasallam, që në këtë ajet i thërrasin të gjithë njerëzit në këtë ekzistencë drejt jetës së lirë, fisnike dhe dinjitoze, në të gjitha format dhe kuptimet e saj. Innahu l-Islam alladhi yad'u ila aqidatin aw fikra tuhyi al-qulub wal-uqul wa tutliquha min awham al-jahl wal-khurafa wa min daghd al-wahm wal-ustura وتحرر الإنسان من العبودية لغير الله ومن الخضوع للأوهام ومن طغيان المادة القاتلة للشعور الإنساني السامي. Është Islami ai që thërret drejt një besimi ose ideje që gjallëron zemrat dhe mendjet, i çliron ato nga iluzionet e ignorancës dhe bestytnisë, nga presioni i mashtrimit dhe i mitit, e çliron njeriun nga robëria ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, nga nënshtrimi ndaj epsheve dhe dëshirave dhe nga tirania e materjes që vret ndjenjen e lartë njerëzore. Innahul Quran alladhi yad'u ila shari'ati al-'adl wal-haq wal-rahma al-'amma bil-insaniya wa yad'u ila manhaj salim lil-haya wal-fikr والتصور والسلوك وإلى نظرة شاملة للوجود توضح علاقة الإنسان بالله تعالى وبالكون والحياة. Është Kurani ai që thërret drejt ligjit të drejtësisë, të së vërtetës dhe të mëshirës së përgjithshme ndaj njerëzimit, që thërret drejt një metode të shëndosh për jetën, mendimin, konceptimin dhe sjelljen, dhe drejt një vështrimi gjithëpërfshirës mbi ekzistencën, i cili sqaron marrëdhënien e njeriut me Zotin e Lartësuar, me gjithësinë dhe me jetën. Wa hiya da'watun qa'ima 'ala al-'ilmi wal-ma'rifa as-sahiha wat-tajriba wal-'aql wal-fikr an-nadij alladhi la yaqtasiru 'ala kaddi adh-dhihn wa tashghil al-madarik والنظر في هذا الكون سمائه وأرضه برا وبحرا وجوا.
Kjo është një thirrje e mbështetur mbi dijen, njohurinë e saktë dhe përvojën, mbi arsyen dhe mendimin e pjekur, i cili nuk kufizohet vetëm në lodhjen mendore dhe në vënien në punë të aftësive njohëse, por edhe në vëzhgimin e kësaj gjithësie, qiellit dhe tokës së saj, detit dhe hapësirës ajrore. وهي دعوة أيضا إلى القوة والعزة والكرامة والثقة والاعتزاز بشريعة الله والاستقلال مع الاستفادة من علوم ومعارف الآخرين لأن العلم ليس حكرا على شعب دون شعب وإنما هو عطاء إنساني عام. Ajo është gjithashtu një thirrje drejt forcës, dinjitetit, krenarisë, vetbesimit dhe mbështetjes në ligjin e Zotit, si dhe drejt pavarësisë, duke përfituar njëkohësisht nga dijet dhe njohuritë e të tjerëve, sepse dija nuk është pronë ekskluzive e një populli ndaj një tjetri, por është një dhuratë e përgjithshme njerëzore. Kama anna tahrir al-insan wa tahqiq insaniyatihi al-ulya هدف إلهي عام يعلو على مصالح الطغاة والمستبدين الذين يحاولون مصادرة إنسانية الإنسان من أجل الإبقاء على مصالحهم الخاصة واستغلالهم لغيرهم وتسليطهم على بني البشر. Po ashtu çlirimi i njeriut dhe realizimi i njerëzores së tij më të lartë janë një synim hyjnor i përgjithshëm, i cili qëndron mbi interesat e tiranëve dhe sundimtarëve despot që përpiqen t'ia mohojnë njeriut njerëzoren e tij për të ruajtur interesat e tyre të ngushta, për të shfrytëzuar të tjerët dhe për t'u imponuar mbi njerëzimin. ولن يتأثر الاعتقاد بأصالة دعوة القرآن الخيرة هذه إلى الناس كافة بما يوضع أمامها من عراقيل أو يبث حول جدارتها من شكوك أمام النهضة الحضارية المادية الجبارة لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة ولا فلسفة خيالية ولا نظرية بحتة. Besimi në autenticitetin e kësaj thirrje fisnike të Kuranit, drejtuar mbar njerëzimit, nuk do të ndikohet nga pengesat që i vijnë përpara, as nga dyshimet që përhapen rreth vlefshmërisë së saj përballë qytetërimit materialist të fuqishëm, sepse kjo thirrje nuk është një spiritualitet i shkëputur nga realiteti, dhe as një filozofi imagjinare dhe as një teori e pastër abstrakte. وإنما هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها الدعوة إلى عمارة الكون وبناء الدنيا والآخرة معا وتغاضي الروح والمادة معا وتفاعل الإنسان مع كل مصادر الثروة في هذا الكون الذي سخره الله تعالى للإنسان وحده استعمالا وانتفاعا واستنباطا واختراعا وإفادة واستكشافا مستمرا. Porse me të vërtetë është një thirrje reale e dyfisht, e cila përfshin njëkohësisht thirrjen për ndërtimin dhe zhvillimin e gjithësisë, ndërtimin e kësaj bote dhe të botës tjetër së bashku, harmonizimin e shpirtit dhe të lëndës, si dhe ndërveprimin e njeriut me të gjitha burimet e pasurisë në këtë univers, të cilin Zoti i Lartësuar ja ka nënshtruar njeriut që ai ta përdorë atë dhe ta shfrytëzojë, të nxjerrë prej tij një uri, të shpik, të përfitojë dhe ta eksplorojë vazhdimisht. Kama qala ta'ala الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ashtu siç thot i lartësuari, është ai që krijoi për ju gjithçka që gjendet në tokë, pastaj ju drejtua qiellit dhe i bëri ata 7 qiej, dhe ai është i dijshëm për çdo gjë. Sura Al-Baqara, ajeti 29.
والمهم من التفسير والبيان مساعدة المسلم على تدبر القرآن الكريم. Qëllimi kryesor, sa më i rëndësishëm i komentimit është pra i tefsirit, është ndihma që i jepet muslimanit për ta medituar dhe për ta kuptuar thellë Kur'anin famlar. المأمور به في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kjo gjë urdhërohet në fjalët e të lartë madhërishmit, është një libër të cilin ne ta kemi zbritur ty, i bekuar që ata të thellohen në meditim në ajetet e tij dhe të marrin këshill njerëzit e mençur. Sura Sad, ajeti 29. Kjo është pjesa e dytë e hyrjes që ka paraqitur autori të librit të tij, ndërkohë që hyrja vazhdon dhe jepen të dhëna të tjera të përgjithshme mbi librin. Është normale që në libra të këtyre përmasave, si këto që ne po trajtojmë në listat e videove që kemi nisur në kanalin tonë së fundmi, është normale që këto hyrje të jenë të gjata, duke qenë se edhe përmasat e librave janë të mëdha dhe ka nevojë njeriu të krijojë një ide të përgjithshme së pari se çfarë trajton secili prej këtyre librave dhe si është metodologjia e punës për realizimin e tyre, në mënyrë që t'i lehtësohet atij studimi dhe ndjekja në vazhdimsi e gjithë materialit. I rikujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.